NATO nuk ka harruar sulmin armatosur në Banjsk të Zvečanit të praverën e vitit 2023, ku një efektiv i policisë së Kosovës humbi jetën dhe 3 sulmues serb u vranë gjatë shkëmbimit të zjarrit. Shefi i NATO-s Mark Rutte, gjatë fjalës së tij në Komunitetin e Punës së Jashtme të Parlamentit Evropian, priti të ditur se aleanca pret nga autoritetet serbe të identifikojnë përgjegjësit dhe të marrin masat e nevojshme për të garantuar drejtësinë. Rutte nënvizoi gjithashtu se NATO do të qëndrojë pranë Kosovës dhe nuk do të lejojë që situata e sigurisë në Ballkan të destabilizohet. Ai bëri thirrje për vazhdimin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Prishtinës dhe Beogradit, duke theksuar rëndësinë e zgjedhjeve paqësorë për normalizimin e raporteve. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë rritur vitet e fundit, ndërsa incidenti më i rënd i regjistruar mbetet sulmi në Banjsk i kryer nga një grup serbësh të armatosur. Milan Radojičić, politikan dhe biznesmen serb i përfshirë në ngjarje, mori përgjegjësinë për sulmin, por nuk është ndjekur penalisht deri më sot. Rutte gjithashtu theksoi se NATO monitoron më afër të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe nuk do të lejojë vakum të sigurisë, duke përfshirë edhe Bosnjën dhe Hercegovinën. Ai bëri thirrje për një angazhim të plotë të institucioneve lokale dhe ndërkombëtare për të siguruar stabilitet dhe paqe në të gjithë rajonin.